Ju kërkoj motër të na mesoni lidhur me ushqimet. ¿Qué About alimentos foods. debemos, What foods sí o no, comer? should we Yo eat? escucho Cilat ushqimet mund të ham dhe cilat jo? I have heard about what you que teach no, us, that we shouldn't. Unë kam dëgjuar shumë nga ato që ju na keni thënë, se ne nuk duhet të bëjmë gjërat që lidhen me adhurimin në kultura të tjera. We shouldn't do what they adore in yo other he hecho cultures. Por në Bibël, dhe unë kam pyetur po ashtu persona nga besimet të tjera fetare, për shembull mormonët, Në besimet e tjera fetare. pra persona nga fe të tjera. Dhe unë do doja motër që me urtësinë tuaj të na jepni doktrinën tuaj, ju lutem, në mënyrë që të dim se çfarë të ham dhe çfarë jo. About eating from bueno. what they eat in other religions, what should we eat or what we shouldn't eat. Nosotros Ne mund të ham çdo gjë. Çdo gjë që më vën përpara, ose nëse unë shkoj diku në ndonjë vend dhe aty ka një ekspozitë ushqimesh, unë provoj çdo gjë që shoh dhe ha çdo gjë. Nuk është gjë e keqe kjo, nuk është mëkat të hash çdo gjë. Ka persona që hanë gjarprinj. Unë nuk do të haja gjarprinj. Ka persona që hanë bretkosa, ose peshkaqen, ose balenën. Unë nuk i kam ngrënë këto, me siguri kanë shije të mirë, me siguri janë të mira. Por, ne fillojmë të jemi të kujdesshëm për atë që ham, kur unë për shembull jam në ndonjë shtet, në ndonjë fshat, në ndonjë vend ku njerëzit adhurojnë demonët dhe të vdekurit dhe u bëjnë, përgatisin ushqime të veçanta për këto qenie, bëjnë ushqime të veçanta për të vdekurit ose për demonët. Bëjnë një ritual dhe pasi bëjnë ritualet ua paraqesin ushqimin njerëzve që ta hanë. Dhe thonë, kjo është një sakrificë, është një flijim që e kemi bërë për të vdekurit. Është ushqimi i të vdekurve, i demonëve, ushqimi i vdekjes, sepse ata edhe vdekjen e adhurojnë. Kështu që kur më thonë mua ky ushqim është nga rituali, atëherë unë nuk e ha. Unë nuk e ha, sepse këtë e kanë bërë për të vdekurin, ose për djallin, ose për këtë shenjtore, apo për atë shenjtore, kështu që unë nuk e ha të ushqim. Por nëse unë nuk e dija, nëse ata bëjnë ritualin e tyre, dhe për fat keq, unë mbri pasi ata kanë mbaruar çdo gjë dhe e kanë ushqimin aty dhe po e shpërndajnë, dhe unë mbrita dhe nuk e dija se për çfarë bëhej fjalë, për çfarë po e bënin këtë, ata më ofrojnë ushqim dhe unë shoh se ju ofrojnë ushqim të gjithëve dhe më japin edhe mua, duke qenë se unë nuk di gjë, unë e ha sepse nuk e dija. Zoti nuk do të zemrohet për këtë, sepse unë nuk e dija se çfarë po bënin. Por nëse unë jam duke ngrënë dhe dikush më thot ky ushqim që ju po hani, ju kushtua të vdekurve, djallit, ata bën një ritual, një ceremoni, dhe tani po shpërndajnë ushqimin e të vdekurit tek njerëzit, atëherë unë nuk e ha, faleminderit, dhe e lë pjatën aty. Vetëm për hir të ndërgjegjes time para Perëndis, por nëse unë nuk di gjë, atëherë e ha. Pra, kjo është e gjitha. Se ne nuk duhet marrim pjesë në këto rituale, në këto festa, sepse njerëzit mësohen që të përgatisin ushqime të veçanta për t'u aquar të vdekurve, shkojnë në varreza ose e varrosin personin me ushqime, dhe ne nuk duhet marrim pjesë në këto gjëra. Ne qëndrojmë veçmas, distancohemi nga këto gjëra dhe mundohemi që po të bëjmë për vete njerëzit në mënyrë që ata të mësojnë rrugën e Perëndis dhe t'i lënë këto zakone, por le t'jetë Perëndia ai që i mëson ata, t'jetë Perëndia ai që ju ndryshon dhe ju transformon zemrën. Kjo është e gjitha.